Një magazin me lëndë narkotike dhe armë është zbuluar në fshatin Voskop në Korçë, ndërsa disa persona kanë përfunduar në pranga. Sipas burimeve nga policia, bëhet me dije se sasia e lëndës narkotike është rreth 195 kg me kanabis sativa të bërë gati për shitje, ndërsa ka më tepër se 100 rënjë të cilat kanë qenë me kanabis të njom, me boçe dhe kërcell. Në prangat e policisë kanë përfunduar shtetasit Gentian Guri, Andon Dermishan, Anesti Burda dhe Redion Hamitaj. Personi kryesor që dyshohet jeta ai që organizonte punën në këtë magazin, duke e punësuar persona për ta përpunuar e për ta bërë gati për shitje, është një banor nga Voskopi, i cili është shpallur në kërkim nga policia. Nga ana tjetër po hetohet nëse ka persona të përfshirë nga qarku juglindor apo qarqe të tjera që mund të kenë çuar lëndën narkotike në fshat. Në hetim janë edhe 3 shtetase, të cilat janë gjetur në ambientet e magazinës. Fal operacionit policor Voskopi, u sekuestruan edhe një armë zjarri pistolet, një sasi kokaine, një lejë drejtimi false, 7 celular, një automjet, një pasaport, 3 karta SIM dhe një shumë eurosh. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë për veprime të mëtejshme.